Mirëmbrëma, të nderuar shikues të Star Plus, jemi në minutazhin e Studio e Hapur me mua Teodor Gjergën, ku do të diskutojmë mbi aktualitetin dhe tema të rëndësishme për qytetin e Shkodrës, por dhe për gjithë vendin. Me mua sot në studio do të jetë Imel Sokoli, antar i Këshillit Bashkiak të Shkodrës në siglën e Partisë Demokratike, njëkohësisht dhe ekspert i qeverisjes i urbanistikës, i qeverisjes vendore. Imel, faleminderit që je sot me mua në studio. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem në studio me ju dhe të ndajmë opinionet për qytetin. Do filloj me një herë. Imel, duhet din këndvështrimin tënd si po qeveriset Shkodra. Si e shikon atë që po ndodh në Shkodër? Në fakt, ajo që po ndodh në Shkodër mund të jetë, pra mund ta përkufizoj me një fjalë, deri pra me ndrrimin e pushtetit, në kuptimin nga Partia Demokratike në Partinë Socialiste, mund ta përkufizoj me fjalën propagandë, sepse po të bëjmë një rezume 2 vjeçare, pra si gjysma e mandatit të qeverisjes Partisë Socialiste, janë duke u zhvillu gjëra që nuk janë premtu. Që në fakt janë shumë pak në krahasim me atë çfarë është premtu. Dhe po të shikojmë një sër projektesh madhore që janë premtu në fillim në fakt jo vetëm në fillim të qeverisjes së Partisë Socialiste në bashki, po fushat mbas fushate. Po marrim disa projekte madhore që janë shumë të hershme në sirtart e qeverisjes si qendrore dhe ashtu vendore. Po marrim rastin e hyrjes qytetit, është një projekt që idenë e parë ka patur në vitin 2017. U tha që do mbyllet në prill të 2025-s dhe është shtyr për një afat të pacaktuar në zhvillimin apo ndërtimin e këtij projekti për sa i përket njerëz pjesë së hyrjes qytetit. Kemi një projekt tjetër fantazëm që është pjesa mund të themi nga Harku i Bërdic deri në Baçallek, zonën e Baçallekut deri tek ura e Baçallekut dhe kryqëzimi i Kishës Zonjës. Kemi një projekt pa leje ndërtimit. Pra janë gjëra që nuk janë të konsultuara dhe të zhvilluara. Projekte tjera madhore, po marr rrugën Adriatiko-Joniane. Një projekt i trumbetuar me kohë dhe idetë e para dhe këtu është ofruar dhe financimi i saj qysh në vitin 2015. Nga korniza e zhvillimit të Ballkanit Perëndimor, i cili ofrohet si një paket për zhvillimin ekonomik nga fondet e BE-s. Dhe nuk kemi pra zhvillimin e këtij aksi që është jetik për Veriun dhe në veçanti për Shkodrën. Sot në fakt është zhvilluar ka një lajm për që nuk ka ankesa për zhvillimin e tenderit, pra për marrjen e ofertave. Por, siç e dim, praktika është e tillë që nuk dihet kur mund të fillojë, pra praktika është e tillë që nuk mund dihet se kur do të fillojë punimet për projektimin e plot dhe implementimin e saj të plot si vepër infrastrukturore dhe është shumë e vështirë për të dhënë trajektore zhvillimi dhe implementimi të saj. E njëjta gjë është me projektin e rrugës Dukagjinit. Kemi një seri lajmesh që filloi rruga e Dukagjinit, aksi Dukagjinit, aksi që lidh Shkodrën me Gjakovën e tjerë. Në fakt kemi vetëm 2 kontrata që kanë vetëm mirëmbajtje dhe rrugë të bardha. Çfarë do të thotë rrugë të bardha? Rrugë jo asfalt, rrugë me çakull, që përfshin punime vetëm në disa mund të themi vepra arti apo tombino për qarkullimin e ujit dhe për mos daljen e ujit në asfalt, në trupin e rrugës, se asfalt nuk ka. Ndërkohë projekt asfaltimi nuk ka. Dhe nuk duhet të ketë, pra në asnjë trajektore të buxhetit të shtetit nuk ka projekt për hartimin për zhvillimin e këtij projekti. Në fakt, deputeti Akuqeku nga kjo studio tha që
qeveria Rama dhe kryebashkiaku i Shkodrës po kthejnë vëmendjen nga Dugaxhini, ndërsa Sajdakon opozitës tha në këto 30 vite që ka qeverisë Shkodrën nuk ka pasur zero investime për thethin. Më vjen keq që ta them këtu, në fakt në 2013 ne kishim një projekt me investimin gati dhe me implementimin gati të rrugës Dugaxhinit, dhe është pikrisht ky kryetar bashkie që në atë kohë ishte drejtuesi i Fondit Shqiptar Zhvillimit që transferoi këtë buxhet në rrugën e Vermoshit. Okej, nuk them që rruga Vermoshit deri në zonën e Tamarës, pra zgjatimi i rrugës Vermoshit deri në zonën e Tamarës përfshir këtu edhe qendrën e fshatit Tamar. Pra, ka qenë një lëvizje buxhetesh nga njëra anë në anën tjetër për të ndryshuar ndoshta prioritetet e zhvillimit nga njëra zonë në një zonë tjetër, por mendoj që koha ka qenë të zhvillohet më parë si aks. Dhe nuk është bërë. Pra, ky njeri ose ky faktor politik mund të themi, në fakt është fajtor që për qëllime të ndryshme nuk është zhvillu ky lloj projektit. Thethi dhe zona Dugaxhinit vazhdon të braktiset dhe t'jene braktisur. Dhe gjej rastin këtu t'i them edhe deputetes Koçeku që sepse flet shumë për rrënjën apo për pjesën e rrënjës dhe familjes e tjerë, shumë mirë që flet për rrënja e problemit të Dugaxhinit është vetë Edi Rama, që me këtë qeverisje 12 vjeçare e sipër, që po shkon drejt mandatit të katërt, nuk po jep gjë thethit në fakt as Dugaxhinit, sepse nuk është shumë pak që t'i ofrohen vetëm 2 kontrata, që të dyja bashkë këto kontrata mund të shkojnë 1.5 milion euro, për investimin e një rrugë që është rreth 80 km, bashkë me pjesën tjetër që shkon dhe del përtej Dugaxhinit në Tropoj. Dhe në këtë rast mund të themi që Dugaxhini vazhdon të jetë i nëpërkëmbur, fatkeqësisht. Thatë pak më parë që investimet lëna për gjysëm, investimet pa studiuara, ndoshta edhe investimet cilat kanë qenë parashikuara vite më parë. Por në fakt Partia Socialiste dhe qeveria Rama vlerësojnë këto 2 vite në drejtim të Shkodrës si le të themi investimet i titullojnë madje si investimet cilat nuk janë bërë në 30 vite në këtë qytet në vetëm 2 vite. Nuk është e vërtetë. Si komentoni? Po të them, po të masim performancat e qeverisjeve vendore apo qeverisjes në 2 anë, mund të them në 2 të forcave politike, mund të them që fatkeqësisht qeverisja e Partisë Socialiste ka rekorde shumë negative. Po marr një rast. Për sa i përket buxhetit apo investimeve të vitit, vetëm vitit fundit 2024, realizueshmëria e investimeve është vetëm 34%. Që është, mund të themi, indikatori kryesor i matjes së performancës së pushtetit vendor. Pra, unë nuk flas për investime që vinë nga qeverisja qendrore, sepse këtu kemi shumë investime, shkollat e reja, janë të gjitha investimet të qeverisjes qendrore ose transferta të kushtzuara nga qeverisja qendrore në qeverisjen vendore. 7 milion euro e ka cilësuar Bashkia e Shkodër. 7 milion euro janë transferta të kushtzuara nga qeverisja qendrore në qeverisjen vendore. Dhe këto shifra janë shifra të pa dëgjuara për 10 vjet bashk nga qeverisja e Partisë Demokratike. Pra, ne do të themi që kemi qenë delja e zezë, vetëm se kemi pas qeverisjen e Partisë Demokratike në bashki dhe ne nuk meritonim të trajtoheshim si gjithë qytetarët e tjerë që në fakt merrnin investime nga transfertet e kushtzuara të qeverisjes. Pra, mund të themi si qeverisje e pushtetit vendor e shkëputur nga qeverisja qendrore, kjo qeverisje ka rezultate mjaft negative. Bile, ka patur raste që edhe transfertet e kushtzuara nuk kanë qenë të zot t'i menaxhojnë. Pra, ka pas her pas herë që janë ndjek fondet dhe janë kthyer mbrapsht. Dhe përmend tu rastin e shkollës në Remjeda që ka ndodhur. Pra, kemi pas transfer të kthyer mbrapsht
në ministri dhe të rimarrë përsëri për të zhvilluar projektin. Ndoshta është lidh natyrshëm pyetja, mos ndoshta politika ka mbajt peng Shkodrën? Ka pasur edhe Partia Demokratike faje që Shkodra... Patjetër që... Do të thënë, ndoshta ka qenë ndoshta një trofe Shkodra për Partinë Demokratike duke një farë mënyrë ka pasur akuza edhe për refuzim të fondeve. Jo, ndoshta jo nga zoti Spahia që ka qenë për një periudhë shumë shkurtër, por nga zonja Ademi për shembull. Për sa i përket, mund të themi patjetër që qeverisja e një pushteti e konsumon një forcë politike. Duhet ta themi këtë. Por në kuadër, përsëri them, në kuadër të indikatorëve të performancë të qeverisjes, bashkia ka pas tituj, ka qenë bashkia më transparente në Shqipëri. Bashkia me eficiencën e buxhetit më të mirë në Shqipëri. Dhe kjo është e faktuar nga, jo vetëm nga donatorët, mund të themi, dhe faktori ndërkombëtar që bën këto vlerësime, po edhe vetë ministria. Dhe në këtë rast ne nga bashkia numër 1 në Shqipëri për sa i përket eficiencës së buxhetit apo për sa i përket transparencës shkojmë në nivele që janë mediokre për Shkodrën. Patjetër që qeverisja e gjatë e partisë ka patur problemet e saj, patjetër duhet ta pranojmë këtë. Pak më vonë tek ajo pjesë, patjetër. Por mund të them që ka qenë përsëri shumë herë më e mirë se kjo që është, po ta marrim veçmas si qeverisje vendore. Ka qenë shumë herë më e mirë se sa kjo që është sot. Ne kemi rrugë apo akse të shtruara pa fund. Po ta marrim në dorë, mund të themi në ardhin pushtet të qeverisjes qendrore nga Partia Demokratike në vitin 2005, mund të themi që Shkodra ka pas nevojë urgjente për investime bazike, për rrugë, kanalizime, përmirësim infrastrukturash sociale, infrastruktura arsimit. Ne jemi brezi që jemi rritur në shkolla pa xhama, apo duke shku me çizme në shkollë, pra në të gjitha rrugët e shkollës, dhe në fakt ftyrën e vërtet të kësaj Shkodre të botës, të vendeve të botës tretë, ja ndryshoi kjo qeverisje e pushtetit vendor, në fakt. Kjo qeverisja demokrate, që është e gjatë, që ka problemet e veta, por një mënyrë i ka ndryshuar faqen. Ajo që ne shohim sot nga qeverisja e Partisë Socialiste, krekosemi me disa numra që duhen verifikuar për sa i përket turizmit, që në fakt është një trend i përgjithshëm i ardhjes turistëve në Shqipëri. Ama do të kemi një gjë, për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal, ne lëm shumë për të dëshiruar. Nuk mund të jetë Shkodra një qytet që mbahet vetëm me turizëm. Dhe nuk duhet të jetë sektori primar ekonomik turizmi, sepse nuk mjafton për një qytet që duhet të jetë shumë herë më kompleks. Që është shumë herë më kompleks se sa vetë sektori, atë çfarë ofron sektori turizmit. Kemi mundësi shumë të mira të zhvillojmë për sa i përket sektorit bujqësor, apo edhe inovacionit dhe teknologjisë që mund të jenë habe apo porta të reja drejt zhvillimit ekonomik lokal të qytetit. Mirë, kthehemi pak tek problematikat e qytetit. Këshilli Bashkiak mbledhjen e fundit, një temë shumë e nxehtë ishte ajo çfarë po ndodh vetëm pak metra e larg nesh, ku edhe në këtë orë, ora shënon 20:51 minuta, 9:10 dhe sërish po punohet për ndërtimin e një kulle 35 kaçe, e cila për hir të vërtetës ka nxitur debat publik dhe reagim shumë fort, madje në disa raste shumë serioz të komuniteteve fetare, të cilët e kanë cilësuar si një kthim mbrapa në periudhën e komunizmit, atë që ka ndodhur me pronët e tyre që tashmë po ndërtohet, ka nisur diçka. Si e shikoni atë që po ndodh atje? Sa rëndë është për qytetin e Shkodrës? Fatkeqësi në fakt që qyteti përballet me një situatë të tillë, sepse po luhet me interesin publik të gjithë neve, të gjithë banorëve të qytetit. Dhe prandaj
disa figura në qytet kanë këmbgull që të reagojnë karshi këtij dëmi apo njolle që po i bëhet qytetit. Pse? Sepse është e mira publike e të gjithë banorëve që po në përkëmbët në atë zonë. Pse ndodh kjo? Ose si e perceptojmë këtë? Ne kemi një dokument që ndan të mirën individuale nga e mira publike. Pra, deri në një farë pike është e mira individuale që ti duhet ta shfrytëzosh dhe mbi këtë është e mira publike që duhet të prevalojë. Dhe ky është plani i përgjithshëm vendor. Po e konkretizoj në rastin konkret. E mira individuale në atë zonë, plani i përgjithshëm vendor me të gjitha konsultat që ka bërë dhe procesin që ka kalu në vitin 2017 është që aty mund të ndërtohen kushdo që tjetë pronari, duke s'po hym akoma tek problemi i pronësisë, 7 plus 2 kate me kusht. Pra, e mira individuale aty është 9 kate. Në më të mirën e vetë, dhe ato 2 kate, pra 7 plus 2, ato 2 kate duhet t'jap një të mirë publike që t'i përfitoj ato 2 kate. Ndërkohë, çfarë ndodh? Ndodh që kemi një projekt 35 kate dhe kjo trumbetohet sikur është e mirë individuale. Jo. Kjo nuk është e mirë individuale, kjo është cënimi i të mirës publike që na ndodh gjithë neve me atë lloj projekti. Dhe nuk është i pari. Ka edhe projekte tjera që kalojnë mbi të mirën individuale në Shkodër. Dhe pastaj kalojmë tek problemi i pronësisë që është një problem që është skandaloz. Pra, ato persona ose komunitetet fetare dhe një familje e nderuar e Shkodrës kanë djeg gjitha etapat e gjyqësorit dhe janë shpallur fitues. Dhe vjen dhe vendimi nuk ekzekutohet. Është e tmerrshme. Është e tmerrshme, është e papranueshme që dhe kemi një gjë tjetër që qeverisja vendore, në këtë rast bashkia, bën sehir dhe del në krah projektit dhe jep mendimin pro projektit. Dhe do dalim një pikë tjetër shumë të rëndësishme këtu. Duhet ta themi sonte publikisht, hera parë që e them që Bashkia Shkodër ka dhënë vendimin pro projektit. Pse? Edhe pse ligji i ri ose amendimi i ri i ligjit të planifikimit territorit pra nxjerr prevalues Këshillin Kombëtar të Territorit dhe Ujrave, ai sillet për mendim në institucionin e qeverisjes vendore. Dhe nëse institucioni i qeverisjes vendore refuzon lënë e ndërtimit, nuk ka institucion në Shqipëri që mund të vazhdoj procesin e lejes. Pra, Bashkia Shkodër fshihet pas gishtit dhe duhet ta themi që ajo në një mënyrë ose një tjetër ka dhënë okejn për dhënien e lejes ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujrave. Fakt, duhet, nëse i kthehemi historisë, asaj prone, janë dy fajtor të mëdhenj, ndoshta. Mos harrojmë që ajo pronë i ka kaluar fillimisht ishte përndjekur politik me një vendim të zotit Berisha. Në atë kohë kryeministri, i cili ka në formë është shumë e vërtet kjo, i është dhënë vetëm për pjesën jo të truallit, po të ndërtesës. Pra, konflikti i madh ka ndodhur për truallin. Pra, ti nuk mund të aplikosh një leje ndërtimit pa truallin. Ti aplikon një leje ndërtimit me pronësinë e truallit. Trualli është ai që t'jep të drejtën e zhvillimit të pronës. Nuk të jep godina. Pra, prona ka qenë në hullin e problemeve ligjore dhe prandaj komunitetet fetare kërkojnë të drejtën e marrjes së pronës. Se po u marr prona, atëherë kjo leje mund të bi poshtë. Imel, pse nuk reagon opozita? Është një pyetje e cila nuk e bëj vetëm unë, e bën çdo qytetar i Shkodrës. Jeni vetëm zëri juaj, Këshillin Bashkiak i cili dëgjohet fort. E them edhe si mendim timin personal, por edhe besoj shumë qytetarëve që po na ndjekin. Pse nuk reagon opozita? Çfarë po ndodh me opozitën? Duhet të themi që është e vërtetë që është shumë pak për të reaguar vetëm një person. Duhet që të kemi koordinim më të mirë, por do dalim edhe te problemet e opozitës, sepse edhe opozita nuk është pa probleme.
dhe duhet të kishte një koordinim shumë herë më të mirë dhe një vendimarrje nga edhe strukturat më lartë që të ndiqej një proces shumë herë më serioz dhe më i plot në fakt. Por kjo sjell edhe kuptimin se pse jemi në këto probleme që ka opozita vetë. Çfarë veprimesh mund të marrë Këshilli Bashkiak i Shkodrës për shembull? Për në formë reagimi. Në formë reagimi kësaj situate. Në këtë situatë në fakt leja, duke qenë që ligji në fakt nuk ka hapësirë ligjore për ndryshimin ose nuk është shumë e vështirë që të ketë. Ne vetëm mund të bëjmë presion mbi bashkinë vetëm në rastin e nxjerrjes ose dhënies së mendimit pro kullës. Dhe kjo është ajo që ne mund të reagojmë, por nuk mund të sjellim mbrapsht një vendim që sot e ka dhënë, mund të themi, qeverisja qendrore dhe ekzekutivi i mund të themi qeverisjes lokale ka dhënë okejn. Rezistencë? Rezistenca mund të ishte fjala e duhur, por është e pamjaftueshme sepse ligji ose amendimi i ligjit të ri për planifikimin e territorit është një ligj i porositur. Që do të thotë? Që do të thotë që ti mund shkelësh çdo plan të përgjithshëm vendor vetëm me një vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujrave. Siç po ndodh në gjithë Shqipërinë, në zonat bregdetare, në Tiranë, me ndërtimin e kullave, pse nuk ka reagim në ndërtimin e kullave në Tiranë? Reagim ligjor flas. Nuk ka reagim ligjor sepse ti ke një ligj të porositur mbi kokë. Imel, minutazhi është i shkurtër dhe nuk na lejon të marrim shumë kohë, do të mundohemi të jemi të përmbledhur. Thethi është një tjetër pikë shumë e fortë. Vetëm para se të kalojmë te thethi, duhet të thoja edhe diçka, një lajm të fundit, që në mbarimin e kësaj qeverisje të Partisë Socialiste, definitivisht Shkodra nuk do të jetë ajo që ishte më përpara në kuptimin e identitetit, të transmetimit të identitetit qytetit. Pse? Në mënyrë informale, unë marr vesh nga burimet e mia që ka filluar një plan i detajuar vendor për gjithë zonën historike të qendrës së qytetit Shkodrës. Që është hera parë që e them në studio, po që është mund të themi hapi tjetër i rrallës në cënimin e identitetit urban të qytetit. Hapi parë ishte kulla, hapi dytë është cënimi dhe zhvillimi që mund të marrë qendra historike e qytetit me anë të Gjuadoli dhe gjithë pjesa e pjacës. Me gjithë mund të themi zhvillimin që mund të jap ky plan i detajuar vendor. Unë duhet të them që plani i detajuar vendor ne pra nuk jemi të qartë akoma, por vetë plani i detajuar vendor do të thotë që ndërmarrja e një nisme të tillë ka interes për zhvillim. Pra, nëse plani ndahet në zona me PDV ose pa PDV, do të thotë që ka zona që nuk ka interes kompleks të zhvillimit të territorit, që janë zonat pa PDV, që mund të jenë pra aplikimi me leje të thjeshta të ndërtimit, ose zonë me PDV që ka interes për zhvillime komplekse të territorit, në këtë rast në qendrën historike të qytetit, që është një akt shumë i rëndë edhe në raport me ligjin për mbrojtjen e kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Presim shohim çfarë do të ndodhë. Presim shohim çfarë do ndodhë dhe si do i qasen mënyrës apo zhvillimit të këtij planit të detajuar vendor. Unë do të vazhdoj të jem vigjilent për të bërë atë që unë mundem me bëra në kuadër të mbrojtjes interesit publik në këtë rast. Po edhe duhet të mobilizojmë patjetër edhe opozitën që të bëjmë veprimet e duhura në mënyrë që të reagojmë në mënyrën e duhur. Do kthehemi te opozita, ta premtoj, por do ndalesha pak tek thethi. Edhe ajo një pikë shumë e nxehtë e kësaj vere me dy aksione cilët hollen herë miliona euro për herë të vërtetës. Do të themi që me gabimet e të dyja palëve, padyshim edhe banorët kanë gabimet e tyre, pasi kanë investuar në një farë mënyrë pa ligjshmëri dhe kanë marrë përsipër një rrezik shumë të madh duke marrë parasysh se çfarë ndolli. Por ishit ndër iniciatorët e themi ku morë edhe indicia parë për atë çfarë po bëhet
në theth, për betonin që është ajo është e vërtet në fakt. Pika më nxehtë me keqe për thethin. Si e pe atë çfarë u zhvillua? Ishte mënyra më e keqe e trajtimit të prishjes, mund të themi, të gjithë asaj zone apo të gjithë atyre financave lokale që kanë ardhur nga komuniteti për ndërtimin e atë. Ishte mënyra më e keqe e mundshme. Unë patjetër që jam personi që mund të kem hedhur indicjen e parë për atë se çfarë po ndodh, po faji kryesor aty është paaftësia e komplet zinxhirit të menaxhimit të territorit. Nuk është faji i njerëzve që duan të zhvillojnë pronat e tyre dhe mund të kuptojmë qartë që pse ndodhin informalitetet. Informalitetet ndodhin në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, sepse ti nuk ke një rrugë për të ligjëruar investimin tënd. Kur ja bëjmë ne banorit shumë të vështirë të investojnë në pronën e vet, normalisht që do të ketë paligjshmëri. Normalisht që do ketë paligjshmëri, sepse presioni për ndërtimin është shumë i madh në atë zonë. Edhe në Shkodër kemi paligjshmëri. Sepse ne kemi shumë vështirë që t'i japim një leje ndërtimit banorëve. Duhet heqësh zi të ullinit të shkosh në bashki dhe të marrësh një leje ndërtimit për pronën tënde, për ta gëzuar atë çfarë ty të lejon në fakt ligji dhe plani i përgjithshëm vendor. Dhe ky është realiteti që ka ndodhur, më theth. Kemi paaftësi totale të gjithë strukturës së menaxhimit të territorit. Pse nuk ndodhi përpara, më theth? Kjo që ndodhi për 2 vite. Ndodhi për fat të keq sepse kjo administratë është e paaftë të menaxhojë situata të tilla. Dhe në këtë rast qeverisja duhet vënte gishtin nga vetja një herë. Pra të shkarkonte gjithë zinxhirin e menaxhimit të territorit që merrej me atë zonë dhe më pas hajde të trajtojmë në mënyrën e duhur ato banorë. Ato banorë nuk i kanë gjetë lek në rrugë. Ato banorë janë mum dhe djerës atje që kanë harxhu për të zhvilluar një zonë në mënyrën se si ato e mendojnë. Dhe prandaj qeverisja duhet punojë, duhet jetë shumë afër komunitetit, gjë që nuk është shumë afër komunitetit. Sepse i le njerëzit, i orienton njerëzit në rrugën e duhur. Dhe ky ka qenë një premtim elektoral në fakt i vetë kryeministit, hajde investonin theth. Hajde investonin në malet e Shqipërisë së Veriut. Dhe njerëzit janë turë që të shkojnë dhe të investojnë në mënyrën se si ja ka marrë mendja atyre, duke tregu paaftësinë e menaxhimit të territorit që ka në zonat caktuara dhe jo vetëm theth. Dhe kjo është ajo çfarë ka ndodhur në mes të sezonit, shkatrim. Fatura është e jashtëzakonshme. Kemi një faturë që mendohet të jetë mes 17 dhe 18 milion eurosh dëm direkt, jo indirekt, nga prishja e strukturave turistike dhe shtëpive të thethjanëve. Sikur ky investim të ishte bërë dhe të ishte kanalizuar në mënyrën e duhur, do të kishim një gjerdan dhe mund të themi ofertë turistike të jashtëzakonshme për Thethin. Në fakt Thethi ka kalu një nga sezonet më të errta të tij. Ka shumë për të bënë Thethi, është shumë keq që ne e trajtojmë në mënyrë të tillë dhe pastaj po të shikojmë rrjetet sociale të këtyre njerëzve që e kanë shkaktuar, është sikur s'ka ndodhur kur gjë. Mburren me bukuritë që në fakt ja ka fal Zoti Thethit dhe nuk kanë bërë asgjë që të zhvillohet ajo zonë. Dhe vazhdojnë të mos bëjnë asgjë që të zhvillohet ajo zonë. Shpresojmë që të ketë për Thethin, ndoshta shumë shpejt e imazhi që ndërtua këtë verë në Theth me ato turistë, me ato fotot, me policë shumë, në fakt që për hir të vërtetës tani janë trishta. Janë të trishta. Patjetër janë trishta pasi Thethi ka qenë ndoshta ajo kartolina më e bukur në çdo portal të madh e turizmit egzotik. Mund të themi asoj oferte egzotike që i jep Shqipëria pjesë tjetër të globit. Pra, ne nuk ka një gjë këtu, edhe mënyra e turizmit që po zhvillohet është një mënyrë që dëmton imazhin ose dëmton qëndrueshmërinë e vendit. Pse? Ne kemi një model turizmi që sillet në 2-3 duar, pra modeli i turizmit të resorteve. Dhe me modelin e turizmit të resorteve ne duam të konkurrojmë
gjigantet e industrisë turizmit, siç është, po kur hym me këtë lloj modelit, ne hym në konkurrencë me Turqinë, hym në konkurrencë me Spanjën, hym në konkurrencë me shumë vende që kanë traditë në turizmin, mund të themi masiv, po të resorteve. Ne duhet të ofronim një turizëm autentik. Dhe autenticiteti dëmtohet nga ky lloj turizmi që ne po shkojmë. Kemi turizmin e resorteve që vlon si në Bregdet dhe do vloj patjetër edhe në zonat rurale dhe zonat e Alpeve me të famshëm edhe paketa maleve. Duhet ta themi këtë. Dhe një ndër lajmet e fundit për sa i përket paketës maleve është që tokat rurale në zonat malore pa tapi mund të jenë subjekt i blerjes €1. Nga investitor të huaj që mund të investojnë, nga investitor të jashtëm që nuk kanë moshta pronësinë. Pra është një 7501 tematik i lidhur me zonat rurale. Faktikisht është jo friga më e madhe që kanë pasur shtethjanë, që përnisis këtij aksionit. Nuk ka asnjë investitor strategjik e quajnë ato. Ka pas një tentativë për një investitor strategjik austriak, po që në atë çfarë unë di dhe kam informacion, nuk e di sa konkret është për momentin, por që kjo mbetet për t'u parë në vazhdim se si mund shkojnë ose si mund të rrjedhin gjërat e zhvillimeve në zonat rurale të Shqipërisë Veriut. Kam lënë jo më kot përfund për trajtuar atë që është ajo që pyesim gjithë në Shkodër, për një parti demokratike e cila ka pasur kultin e saj në këtë qytet, sot nuk besoj se është në momentin e saj më të mirë. Për ju si pasionat dhe më lejo të ndaj këto mendimin tim personal që jeni një nga zërat ndoshta më përfaqësues Partisë Demokratike sot që ka mbetur në qytetin e Shkodrës, edhe në Këshillin Bashkiak, por edhe në rrjetet tuaja sociale apo në daljet tuaja publike, por duhet di si pjesë e strukturës që jeni, çfarë po ndodh me Partinë Demokratike? Normalisht forcë politike, siç e thash, identitare në qytetin e Shkodrës. Siç e kuptojmë, problemet vijnë nga qendra dhe transmetohen drejt bazës dhe drejt lokalitetit. Kemi një luftë të tezgjatur të forcave, mund të themi, brenda Partisë Demokratike për të marrë Partinë Demokratike. Dhe gjithë kjo gjendje shkakton këtë të qenit flegmatik si parti. Dhe kjo vihet re në shumë suaza dhe nuanca apo jetën publike të vendit vihet re në parlament, vihet re në gjithë mediumet publike, mund të themi, apo jetën publike të vendit. Ajo që duhet patjetër të bëjnë, dhe unë e kam thënë edhe herë tjera, nuk është hera parë që e them, ne si fillim duhet të bëjmë një proces reformimi me 2 parime kryesore, transparent dhe të besueshëm. Këto 2 janë parimet themelore që duhet kenë dhe duhet jetë një proces që të jap mendësi ndërtuese ndaj ekipit, ndaj bashkësisë. Nuk mund të ecim me individualitete. Pra, ne duhet jemi antidoti i qeverisjes individualiste që bën Edi Rama. Nuk mund të jemi kopje e qeverisjes individualiste në aspektin e individualitetit të kësaj lloj qeverisje. Fryma ose pika jone fort, arma jone fort duhet të jetë bashkësia dhe mendësia e grupit. Në këtë mënyrë ne duhet të dalim dhe t'i ofrojmë shpresën si alternativë njerëzve të këtij vendi. Dhe përballë ofrimit të shpresës dhe ndërtimit të këtij, mund të themi, aksioni publik që mund të marrë partia, nuk ka forcë që mund t'i bajnë ballë optimizmit që mund të ketë më pas, mund të përçohet më pas në popull. Nuk ka asnjë makinacion të pushtetit që mund t'i bajnë ballë revoltës që mund të kthehet nga populli. Populli mezi të shpret që ne të ofrojmë optimizëm në popull, dhe optimizmi vjen duke u bërë njësh me popullin, duke trajtu problemet e popullit.
të përditshme të tyre. Duhet i trajtojmë në mënyrë serioze dhe në këtë mënyrë ndërtohet gjithë retorika politike për të dalë dhe për të kërku më pas votën, sepse refreni i çdo partie është procesi votimit pastaj. A ka pasur një analizë brenda Partisë Demokratike për rezultatin e zgjedhjeve të fundit? Akoma nuk ka një analizë për sa i përket rezultatit. Mezi që presim që të kemi një analizë dhe kjo analizë jam një ndër persona që duhet të them që duhet jetë e ftohtë. Pra, nuk duhet jetë edhe shumë afër procesit zgjedhor që ka qenë, por nuk duhet jetë edhe shumë larg. Pra, duhet të jetë një proces i ftohtë. Një proces i ftohtë dhe të dilet me konkluzione të vërteta dhe të besueshme dhe transparente nga kjo analizë. Normalisht që duhet të jetë një proces i brendshëm dhe normalisht brendësia ose privatësia pastaj duhet dalin edhe me veprime tjera publike në këtë rast. Dhe kështu vjen edhe hapja drejt reformimit që duhet të jetë edhe një herë, siç thash, transparente dhe e besueshme. Sepse duke qenë një parti me një proces transparent dhe të besueshëm, krijon dhe besueshmëritë e popullit. Te ai që është faktori i përbashkët nuk po frymëzon. Besoj kjo është një ndër ato pikat më negative, më të errta, nuk po frymëzon. Është një proces tranzitor, do të them këtë, që partia ose e djatha ka resurse të jashtëzakonshme. Pra ne duhet të thithim mendimin e djathtë në mënyrë që të frymëzojmë, sepse çdo e famshme një shprehje e famshme edhe e profesorit tim Artan Fugës thotë që në momentin kur ndodh kriza, në atë moment fillon zgjidhja. Edhe kjo është një krizë që ne e pranojmë gjithë që është një krizë. Në këtë moment duhet të shohim drejt zgjidhjes. Pra, në atë moment fillon dhe lëvizin gjërat për të shkuar drejt një zgjidhje. Po zgjidhja duhet jemi të ftohtë, mjaftueshëm që ta bëjmë në mënyrën e duhur. Mënyra e duhur është që të mos jetë shumë afër zgjedhjeve, pra rasti konkret duhet që të fillojmë tashmë me ndërtimin apo reformimin e partisë që për të pretenduar në të ardhmen. Sa shihni veten? Ndoshta në drejtim të kësaj force politike. Është një pyetje që më lidh totalisht natyrshëm, duke marrë parasysh pasionin me të cilën ndërtoni kauzat tuaja dhe i ndiqni ato në fakt. Është në fakt mund të jetë kjo ndoshta një, le të themi, kandidaturë e hapur nga kjo studio për ju. Unë mund të them që në këtë rast unë jam, mund të themi, shumë i paplotësuar akoma për t'i dhënë një mundësi optimale qeverisjes ose mund të themi kryetarokracisë të forcës politike në Shkodër. Pse? Unë jam figurë e re, por partia duhet të ketë edhe eksperiencë. Do të thonë, eksperiencë në menaxhim politik. Kjo është shumë e rëndësishme. Të tregua një menaxhim shumë mirë të gabuar në fakt. Të them shkodranësh e veproi shumë mirë gabim. Një farë mënyrë. Duhet të themi që për të patë një, mund të themi, mundësi do të ketë 3 parime kryesore që të qeveriset. Duhet të jesh një njohës i mirë i strukturës, që të krijosh një strukturë shpresdhënëse. Duhet që të kesh të ardhura ekonomike, financiare për mirëqenien e partisë që duhet vinë edhe nga lart, timin nga qendra, dhe duhet të jesh i pastër. Këto treja janë kushtet bazë që kushdo, unë flas me parimin nuk ve emra, duhet të ketë që të udhëheq, nuk ka rëndësi në çfarë lloj roli të jetë, që të udhëheq
këtë strukturë partijake që ta çojë drejt suksesit. Shumë e rëndësishme është që të ketë frymën e ndërtimit dhe frymën e bashkësisë. Kjo është kryesore, mendoj, për ndërtimin e një partie demokratike moderne. Pra, fryma duhet të jetë përbashkuese dhe qeverisja e partisë duhet të jetë në ekip. Nuk mund të ketë individualitete që dalin mbi njërin dhe mbi tjetrin dhe krijojnë dobësi në strukturë. Një gjë do të jetë e qartë, një ekip i mirë të çon në fitore. Përfaqësimi i çdo target grupi shoqëror e tjerë të qytetit dhe të bashkisë të çon në fitore. Melt, faleminderit që ishe sot me mua në studio. Ishte kënaqësi. Do jemi sërish, besoj për diskutuar ndoshta edhe në minutazh më të zgjatur, pasi koha ishte limituar. Faleminderit. Kënaqësi. Shikues të Star Plus, kjo ishte ajo çfarë kishim përgatitur për mbrëmjen e sotme, shikim të këndshëm të programeve në vijim. Nga mua Gjerga, natën e mirë dhe miru takofshim.